Muharrem Ibraj dyshohet se jeton në nisht të Serbisë, por nuk ka arritur që t'i shmonget aktakuzës së prokurorisë speciale për krime të kryera gjatë luftës në Kosovë. Ish dëshmitari që mbështeti Slobodan Miloševićin gjatë procesit të gjykimit për krime lufte. Akuzohet se gjatë periudhës 1998-99 kreu shumë krime në fshatin Osekhyl të Gjakovës. Megjithatë, luftës në Kosovë, prokurori ka zgjedhur të referohet sipas normave të së drejtës ndërkombëtare humanitare, duke cilësuar si konflikt jo ndërmjet dy shteteve a popujve. Gjatë një konflikti me karakter jo ndërkombëtar, ka filluar në mes të pjesëtarëve të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës UÇK dhe forcave policore e ushtarake serbe, ka shkelur rregullat e së drejtës ndërkombëtare dhe ka kryer vrasje, dhunime, arrestime, keqtrajtime të popullsisë civile të nacionalitetit shqiptar, të cilët nuk kanë qenë të përfshirë në luftë. Sipas aktakuzës së publikuar nga mediumi kallxo.com, Ibraj akuzohet se në fund të shkurtit 98, rreth orës 14:30, në fshatin e lindjes në Osekhyl të Gjakovës, i armatosur me uniformë të policisë së Serbisë bashkë me forcat serbe, ka marrë pjesë direkt në vrasjen dhe keqtrajtimin e civilëve shqiptarë. I pandehuri Ibraj bashkë me forcat të mëdha policore serbe kanë rrethuar shtëpinë e viktimës dhe pasi futën brenda në shtëpi, i pandehuri Muharrem Ibraj i kërcënon dhe i fyen të pranishmit me fjalë të ndryshme dhe në atë momente e godet me shuplak të dëmtuarin e parë. Dhe pasi ndërhyn viktima, i pandehuri urdhëron që të dalë nga dhoma dhe gjersa viktima ishte duke dalë jashtë, i pandehuri në prezencë të familjarëve dhe të afërmëve të viktimës, të cilët ishin aty prezent, shtije disa herë në drejtim të viktimës me një pushkë automatike, ku në ato momente i njëjti ndërron jetë si pasojë e plagëve vdekje prurëse. Burrat tjerë që ishin në shtëpi me pretekstin se ishin pjesëmarrës të UÇK-s, u malltretuan e u rrahen deri në stacionin e policisë në Gjakovë. Për 72 vjeçarin që jeton në Serbi dhe që akuzohet për krime lufte kundër popullsisë civile. Në aktakuzë thuhet se bashkë me 2 policë ose ushtar serb, me forcë e kanë detyruar një shqiptare që të kryejë marrëdhënie seksuale me ta pa pëlqimin e saj. Ndaj Muharrem Ibrajt, i cili dhe publikisht shprehet pro regjimit të Miloševićit dhe krimeve në Kosovë, prokuroria speciale ka propozuar të mbahet gjykim në mungesë.